Kur Rusia ka sulmu Gjermanin, dhe ai po hynte, po shtonte gjithë territorin, kanë hyrë forcat amerikane dhe forcat angleze. Kanë hyrë në tokën gjermane. Dhe kur forcat ruse, gjatë luftës dytë botërore, e kanë pa se duhet të ballafaqoheshin me forcat anglo-amerikane, të cilët ishin të freskëta, dhe Stalini i lodhur nga lufta, hyn negociata. Le të themi tash, le të kthehemi në negociatave. Kush i bëri negociatat? Ai bën anglo-amerikanët me ruset? Po. A erdhi Hitleri në tavolinë? Jo. S'erdhi. A erdhi një mirë Hitleri se Po, ishte. Po, mund të vinte në një nga partitë kundërshtare, se ka pas edhe atyre parti kundërshtare. Po. Ai sa ka leju ajo. Sa ka leju. Ose në fundit në një element ose një shkencëtar. Nuk e morën. Tani thonë këtu që, për shembull, është përjashtu Europa nga këto vizitime. Jo, nuk është përjashtu për mendimin tim. Pse? Po, ai ishte presidenti i Francës ai ishte në takim. Jo, si ishte në takim? Ai ishte në takim me Trumpin. Po, ka qenë paraprakisht. Paraprakisht. Edhe kryeministri anglisë paraprakisht. Edhe kryeministri i Indisë. Pra, këto janë diskutu këto probleme. Tani ju thoni për Grackën. Unë jam dakord që thoni ju. Po tash unë jam politikan. Në qoftë se ju më thrisni mu këtu dhe më përgatisni një ambient jo të këndshëm, unë do të di të reagoj. Unë pse do të flasë gjuhën tënde? Unë do të flasë gjuhën time, popullit tim, se kam marrë me përfaqësu dëshmorët e kombit tim, gjakun e kombit tim që kanë folë gjuhën time, edhe për të marrë pak kohë, me anë të përkthysit. Po. Do më thënë, unë marrë kohë, përkthysi ma përkthen, unë marrë kohë edhe ditë përgjigjem. Qëse ju e thoni me të drejtë problemin e kostumit, let jap vetëm një mendim. Në qoftë se ato dhe të thoshëm, pse ke ardhur në këtë mënyrë me këtë kostum, të papërshtatshëm, që nuk do të thonë, se tani erdhin, ka kalu disa dyrë. Jo vetëm aty, po gjithë Evropën ka qenë me këtë. Ndoshta ai ka përdorur si simbol të qenit të luftë. Jo, kjo mund të jetë një atak. Po jo. Mund të jetë një atak, se ka ardhur nga një person që ka qenë i medias. Tani, çfarë mund të thoshte për mendimin tim Zelenski? Unë vërtet kam marrë me këtë kostum, sepse me këtë kostum drejtoj shtabin e luftës për mbrojtjen e popullit tim. Edhe nuk kam ardhur excellent të përdor në sallonet e botës veshjen time. Unë kam ardhur të tregoj se unë nuk mund të vishem në atë mënyrë sepse populli im po lufton. Unë kam ardhur këtu, që atë kostum mund ta vesh edhe më mrapa kur të fitoj liri popullit tim, nuk ka një problem. Po veshja kopilesa thonë në Shqip, po nuk është ky rast. Veshja nuk përban mendimin. Jo, s'përban mendimin. Urdhon. Se mund të shpreh një mendim për rreth kësaj bisede. Unë personalisht mendoj që kjo tregon pa aftësinë e Zelenskit si një politikan i pjekur. Shumë dakord me ty. Dhe do ta shpij edhe më tej duke thënë që Zelenski nuk u votua, u seleksionua për këtë rol. Zelenski vjen nga arti, u votua nga populli i Ukrainës. Ky muhabet, kjo zanafill shkon që në vitin 2014. Me revolucionin portokall, me rrëzimin e Viktor Yanukovichit dhe me prishjet e marrëveshjeve amerikano-sovjetike që ishin bërë mbi Ukrainën dhe neutralitetin e saj. Ai neutralitet deri në atë kohë po ruhej. Pas 2014-s e mëtej, kur u prish neutraliteti, edhe Rusia pasi justifikim për pushtimin e Krimes, shtypjen e të drejtave të minoriteteve ruse, kështu nuk po e justifikojnë ndërhyrjen ruse në Ukrainë, sepse fundi e fundit Ukraina është shtet sovran. Po. Dhe Rusi nuk ka të drejtë ndërkombëtare të ndërhyjë ushtarakisht në një shtet sovran. Por inskenimi i luftës, përgatitja e luftës, kultivimi i Zelenskit, mbështetja logjistike, inteligjente, armatosja, kanë qenë të gjitha perëndimore të udhëhequra nga Shtetet Bashkuara. Pavarësisht se thonë Shtetet Bashkuara që nuk kemi, pastaj dilin her për her pas here informacione që ishin. Nuk paraqitet dot Ukraina, ai vend, në një luftë drejt për drejt me një superfuqi,
pa mbështetje logjistike nga Shtetet Bashkuara. Ta harroj ai që mendon që Ukraina ka bërë këtë luftë vetë, nuk ka bërë. Ukraina në këtë luftë ka qenë proxy. Po. Ka qenë proxy i Shteteve të Bashkuara, kjo është lufta e Amerikës me proxy me Ukrainën. Dhe Zelenski e ka gjendur veten në një rol i cili nuk ka qenë i përshtatshëm për të, dhe momenti që mbështetja ju tërhoq, nuk që i përgatitur. Nëse mund ta mbyll, u kap paksa i tradhtuar. U ndje i tradhtuar, do me thënë që ka 3 vite që vazhdon në këtë rol dhe pa pritur ju hoq priza. Ju hoq priza, ju tha që nuk do të vazhdosh më. 3 vite kjo ka qenë jeta e tij, ka qenë roli që ai ka luajtur për popullin e vet. Dhe tashmë është hequr priza, mbështetja amerikane është në fundin e saj, kurthi që ju ngrit, jam dakord me këtë ide që ka qenë kurth, sepse interesat amerikane nuk janë më në përputhje me interesat e vazhdimit të luftës. Dhe Amerika ka ndërmarrë opsionet e veta për të negociuar me rusët se si do të zgjidhet ky konflikt. Kjo ka krijuar një farë ndjesie tradhtie jo vetëm në Ukrainë, por në tërë bashkimin. Ajo që mua nuk më duket politikisht në rregull dhe diplomatikisht në rregull është qëndrimi i presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Se në fundit atë e kishte mik në shtëpinë e vet. Presidenti Trump nuk duhet të nxehesh nga fjalimi i tij ose nga mënyra e interpretimit të tij, të hallit të tij, se ishte njëri në hall, dhe njeriu kur është në hall nuk është korrekt politikisht. Pra, ky si profesion një shtet fuqishëm, një shtet që i ka dhënë $350 milion, nuk janë miliard dollar, nuk janë pak ato për popullin amerikan. Edhe tash të flasim edhe drejt, ne jemi taksapagues, edhe mbi ne rëndon. Si rëndon? Po është shtrejtu jetesa në Amerikë 50%. Është karburanti $4 për shembull, kur ishte $2. Tani këtu e mendoj Trumpit që nuk ishte korrekt drejt. Për sa i përket asaj atij kurthit, ma letë një sekond ta vazhdoj ideja. Po si ka mundësi që mas 3 ditëve u bë gjithë ajo mbledhje në Londër? Se përpara Zelenski është taku me kongresmen dhe senator republikanë dhe demokratik. Dhe ja kanë shpjeguar shumë mirë. Ja kanë treguar se ku është loja, si kur të hysh aty në shtëpinë e bardhë, kupton, ti do të tolerosh, Jo, ai është mësuar keq, në thonjsa. Po. Që çfarë i kërkonte amerikanëve, ja jepni. Po edhe këtu e kam fjalën unë që ju hoq priza, domethënë. Po, shumë saktë. U kap mat, nuk di si të reagoj sepse ai s'dinte të reagonte në një realitet tjetër kur i kishte presidentin dhe ataket e zëvendës presidentit të drejt për drejta, ato atake J.D. Vance i ka bërë gjatë fushatës së vet elektorale kur deshte të zgjidhej senator në shtetin e Ohio's. Kur është bë takimi në zyrën e Trumpit, herën e parë, midis Kosovarës dhe Serbisë, nga Kosova kanë qenë 4-5 vetë, kurse nga Serbia, di se kanë qenë 200 vetë. Ke mori ky me vete në një personalitet të luftës, direkt nga lufta. Pse ato fotografit i tregojnë se çfarë bën? Pse Trumpi nuk e din se çfarë dhune ka në luftë? Ose personalitetet amerikane, pse luftën e parë po bëjnë amerikanet? Pse në luftën e parë po bëjnë pjesë ato e din shumë mirë. Por ti do të marrësh edhe element tjerë që ta bindish politikën amerikane dhe edhe opinionin ndërkombëtar se e drejta është në anën tuaj. Unë përmenda një detaj që i ran sy gjithë medias, fytyra e çmerruar nga ankthi ambasadores të Ukrainës në Shtetet e Bashkuara. Dhe deklarata që thahe që ai nuk ka përkthyes. Njohja, e përmenda dhe më parë, njohja e anglishtes nga Zelenski nuk është perfekte. Ai kërkoi sqarim Trumpit, çfarë do të thonë kjo? Çfarë do të thonë kjo gjë, a kupton? Pra një person pa përkthyes në një mjedis të panjohur për të, sa ishte mësuar, dua kaq $1 milion se më duan këto raketa, më çoni këto raketa, më çoni këto avion, edhe Shtetet e Bashkuara për njërin apo për tjetrin motiv, edhe për qëndrimin e pakujdesshëm të demokratëve në këtë luftë proxy,
se duhet përdoreshin edhe mjetet e tjera, jo vetëm luftë ndaj Rusisë. Ne dim interpretimin e Putinit, përpjekjet e tij për të shtuar sipërfaqen e Rusisë në një vend të tillë si Ukraina, por Ukrainën që nga fillimi Amerika e ka lënë balë. Po. Qysh me marrëdhënien për heqjen e bombave bërthamore, qysh në fillim, që ishte... Edhe në vitin 2022, kur filloi lufta, Po. dhe trupat tanket ruse ishin 30 km larg. Ja, nuk sulmojnë ata, nuk sulmojnë. Ishin 30 km larg Kievit, në Stamboll u arrit marrëveshja midis Ukrainës dhe Rusisë për neutralitetin përsëri. Po. Presidenti Biden, dhe këtë e kemi diskutuar, merr në telefon Boris Johnson, kryeministrin të Anglisë, dhe i thot, shko thoj Ukrainës që nëse arrin këtë marrëveshje, atëherë mbështetja jonë ndërpritet këtu. Nuk ke më fonde, nuk ke më, dhe e sabotuan atë marrëveshje, që e publikuan dhe në media që tanqet ruse nuk kanë gaz. Prandaj nuk po sulmojnë Kievin. Tanqet ruse kishin gaz edhe naftë shumë mirë. Po. Por diplomacia po ndodhte prapa skene, Amerikanët e sabotuan atë diplomaci, Amerikanët janë edhe në faj për vdekjen e 300-400.000 ukrainasve që në fund të fundit po luftojnë për vendin e tyre, por po luftojnë edhe për influencën dhe interesin perëndimor për krah Rusit edhe Kinës. Unë mendoj që politika demokratike këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të ushqente luftën. Nuk do të kishte marrë qysh që tha dhe ky